Shënon Abu Davudi dhe që Albani vlerëson që hadithi është sahih nga Salmani si Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë vërtet Zoti juaj i lartësuar dhe i madhreshëm është i turpshëm dhe është bujar. Ai thot ndjen ai ka turp t'ia kthej duart bosh robit të tij kur ai i ngrit duart drejt tij për t'u lutur. Kjo është bujari që ne kur i lutemi, jo vetëm që na përgjigjet, jo vetëm që na begaton, jo vetëm që na shton regjistrin e veprave të mira nëpërmjet kësaj vepre, po i vjen turp që të na kthej, do të thotë pa përgjigje, i vjen turp që t'i lë duart tona bosh. Ndaj është humbje e madhe, humbja e kësaj mundësie. Njerëzit të cilët nuk janë të edukuar ose nuk e konsiderojnë të madhe kalimin e kohës në lutje, do të thotë kanë një humbje të madhe. E shënon Imam Buhariu dhe Muslimi nga Burera, si Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Zoti ynë i lartësuar dhe plot bekim thotë zbret çdo natë në qiellin më të afërt të qiellit, do thotë të botë më afër botës, thotë ku mbetet 1/3 e fundit e natës. Dhe Allah i madhreshëm pasi zbret thotë kush më lutet mua që t'i përgjigjem, kush më kërkon mua që unë t'i jap, kush kërkon falje nga unë që ta fal atë. Këto 3 thirrje të Allahu subhanahu wa taala janë thirrje për njerëzit më zgjuar, për njerëzit më të mençur, për njerëzit më të arsyeshëm, që e dinë që në ato momente shumë pak njerëz trokasin derën e Allahut dhe këta janë ata të cilët e trokasin. Dhe në këto net të Ramazanit është një shans e bukur dhe shumë e mirë që pikërisht momentet e syfyrit janë momentet të cilat përkojnë me këtë pjesën e tretë të natës ku Allahu zbret në qiellin e dynjas dhe thot kësaj kush më lutet që unë t'i përgjigjem, kush më kërkon diçka që unë t'i jap dhe kush kërkon falje nga unë që ta falet. Ndaj është shumë parsore që të edukohemi me lutje, të kemi një edukat ku lutja është prioritet.